Në bas kualifikimeve kom marrë pjesë edhe në loja olimpike, mirë po kualifikimet kanë qenë diçka që unë kur kom fitu, ka qenë jo që unë nuk e kom prit, se e kom prit që kom më kualifiku edhe kom besu gjithë, mirë po ka qenë diçka që unë ja bësha trajnerës non stop, inshallah është e vërtet se ka qenë një moment që kom punu shumë gatë edhe nuk më isha me besu që kom arrit me bo një send tillë për vendin tem. Tu ka shpërblyja e punat që ke bo, sepse ke bo shumë punë edhe pavarësisht që ke pasur lëndime shumë, një ledim ko gjatë rëndë ke pasur të këdora, madje ke përmend edhe vetë në emision këtu, por që arrite me menjanu edhe arrite me fituat atë që është dashur dhe që është pritur me vetë të tëra. Besmirë, na sportista po besoj që edhe personat e tjerë kur arrim cakun, të tjerat senet harrohen. Harrohen krejt komplet, po. Nuk jam nal asnjë moment me menu se çfarë rrugë kom kalu, se kom bo me shumë dëshirë, me shumë vullnet e motiv. Mirë po kam qenë shumë e lumtur në momentin ku unë kom fitu. Vret edhe në video që është bo shumë virale në atë kohë. Nuk kom prit as referi me ma ngri dorën, direkt kom shku te trajnerja, se është personi vetëm i cili për në me ka ditë se çfarë rrugë kemi kalu, çfarë vështirësish kemi pas, edhe veç ajo mund me ditë se sa shumë unë e kom dosht atë fitore.